Tash po du me thonë që Zahir Pajaziti nuk ka qenë vetëm ushtarak, por ka pas edhe një vizion shumë qartë politik. Përveç aty në aktivitete politike, ka qenë edhe antar i kryesisë shoqatës Nën Tereza, antar i Këshillit për të drejtat e njeriut, antar i Këshillit për pajtimin e gjaqeve, edhe gjitha këtu e kanë bërë një person që ka pas një aktivitet gjërë. Kur e them këtë, po e përmeni një shembull, e kom përmend edhe një dite, kur ka qenë antar i kryesisë shoqatës Nën Tereza, Degës në Orland, kom qenë edhe une, në atë moment kur u dhon një raport që një antarit familjes ju ka ndonë një ndihmë familjes Zahir Pajazitit, në atë takim Zahir u çu. Dhe ka thonë, nga sot, dua të them se nuk jem antar i kryesisë Degës shoqatën Nën Tereza. Dhe unë ka reaguar ndaj familjarit vetë se ka thonë këtë është e padrejtë. Sa ajo është ofër e lumit, e ka token edhe më ne punon. Ka njerëz të tjerë më nevojë. Edhe unë këtë padrejtësi nuk e duroj edhe nuk është. Tjetër, ka grumbullu ka qenë kryetari i Këshillit për grumbullimin e 3%-shit. Në qatë kohën e ilegales, kur ka vepru gjithashtu në shumë aksione, edhe në qatë periudhë kë ka mbledh mjete për me siguruar mësimdhënësve pagë. Këto nuk e kishë bërë gjithkush, e ka bërë kë. Për jetën private, thëmë me tërë sinqeritetin, keni edhe na si çdo tri, na kena folë edhe për tritë, për trejat, për vashat, për dashurinë, për martesën. Të hajvrës, a disha, nuk na ka leju, betona zë që nuk na lejken tema me bisedu këtë çështje. Se thike liria do të me kone para, e kur vjen liria, na më mirë edhe me këtë çështje. Domthon nuk na ka leju me bisedu. U konë tabu këtë temë, shumë pak, normal si na kena ngacmu shumë herë, po këtë çështje